Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takohemi në Pasion e Profesion. Pra në këtë studio kaq të bukur, ku do kemi edhe mysafir shumë të mirë. Do kemi dy kuzhinierë të cilët po besoj që deri tash jeni mësuar sepse kemi pas 3 javët të cilat i lan pas, por do kemi edhe këtë javë Bujar Belëm bashkë me Fejzën, i cili është një kuzhinier shumë i mirë, një shef kuzhine në Noja, por gjithashtu edhe Bujar Bela, i cili është kuzhinier nga Gjermania. E ne kemi me pas historien e Andit, një recetë përgatitur nga Andi, por fillimisht dua të falenderoj Podravkën si gjithmonë, e cila mundson realizimin e emisionit Pasion e Profesion. Ne pra vazhdojmë e ndjekim Andin me recetën e tij dhe rikthehemi përsëri në studio. Përshëndetje për të gjithë të shikuesit e emisionit Pasion e Profesion, jeni me mua unë si çdo javë. Sot kemi vendosur të bëjmë një risotto me perime. Kemi vendosur të bëjmë me sheg, me konvollesh, me pak shafran, me pak bazilik. Për më tepër shihni në vazhdim. Masa për një porcion pothuajse është kaq. Shtojmë pak sheg. Biber të zi. Pak nga vegeta jonë. Se ashtojmë edhe pak hojna të zihet kjo. Vendosim shoshur me një brosket në bukën më të mirë në vend, buka premiumit. Marrim këtë bagetin artizanal.
E ndoqëm së bashku edhe recetën e përgatitur nga Andi, tash është koha që të ndisni udhëtimin ton në Gjermani. Dhe rikthehemi përsëri këtu në studion e Pasion e Profesion, bashkë me Bujarin dhe me Fejzën, por edhe me një mysafir tjetër të cilin e ka sjell Fejza. Dashur, si gjithmonë, I ka ardhur koha që ne me u nis për në Berlin. E nuk nisemi për asnjë vend pa ardhur dhe me marrë produkte tek Premium Bakery. E unë sot kam vendosur me marrë për të gjithë ekipën, si gjithmonë, por kam vendosur me marrë mantia dhe croissant me fustek dhe me Nutellë, sepse këto kanë qenë kërkesat e ekipës. Po vazhdojmë për I marrë produktet edhe shihemi në fund të produkteve. Këto janë produktet pra croissant me fustek dhe me Nutellë janë produktet ma të reja duo këtu në Premium Bakery e ne nuk po mundemi pa ato çdo ditë vizitojmë Premium Bakery për të marrë croissant me fustek dhe me Nutellë. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, pra si që kuptuat ne udhëtimin ton në Gjermani, po vazhdojmë në qytetin e Hamburgut, pra në veri të Gjermanisë. Qyteti i Hamburgut ndodhet në veri të Gjermanisë, I cili është qyteti I dytë më I madh në Gjermani. Gjithashtu ka dalje në detin Elba, ku kjo pra mundson që të ketë portin e dytë më të madh në të gjithë Europën. Gjithashtu njihet si një vend shumë I pasur kulturor, por edhe ekonomikisht. Unë këto jam pranë liçenit Binnenalst, I cili gjendet këtu në qytetin e Hamburgut, por gjithashtu e ka edhe këtë fontanën e njohur, e cila njihet si një atraksion turistik shumë I madh në qytetin e Hamburgut, por gjithashtu edhe këtë qytetorin e gjatë dhe të bukur në të cilën ndodhemi tani. Përveç kësaj, qyteti I Hamburgut është shumë I njohur edhe për jetën e natës, të cilën mund ta shohim edhe pak më vonë pas intervistës me një nga restorantet më të mira këtu në Gjermani, I cili është një restorant I një shqiptari. Vazhdojnë të ndiqni të gjithë emisionin Pasion e Profesion deri në fund dhe po e shohim më nga afër edhe qytetin e Hamburgut. Dashur, jemi tek një restorant tjetër shqiptar, por jemi në Hamburg, si që tregova edhe më herët, jemi tek Palazzo Italiano, një restorant I një shqiptari, pra, por që intervistën do e bëjmë në gjermanisht, sepse kemi menaxherin këtu I cili nuk di shqip natyrisht. Massimo, hi, hallo. Hallo, guten Tag, hi, danke, ganz gut. Herzlich willkommen in der Restaurant Palazzo bei uns in Hamburg. Thank you for waiting for us here and for welcoming us here. Danke, dass ihr da seid und in unserem wunderschönen Restaurant Palazzo mit der italienischen Küche, etwas gehobene Küche.
Wir begeistern unsere Gäste mit Top-Menü, mediterranische Küche, mit alle verschiedenen Pasta, Fisch- und Fleischgerichte und besonders aus Italien, Zentrum-Italien und Süditalien. Ja, und unsere Leidenschaft ist immer, Gäste glücklich zu machen und wir geben das Beste daraus und ja, in unserem Restaurant Palazzo, die seit 30 Jahren gibt und wir betreiben das seit knapp 5 Jahren, ja, in Hamburg. So, das Restaurant Palazzo, es ist ein Tradition-Restaurant seit 30 Jahren. Wir betreiben selber seit 5 Jahren und wir haben Top-Stammgäste, Publikum und ja, das ist alles. Muhammad Ali, that was Genau, wir haben ganz viele Prominenten, ganz viele Fußballspieler, wir haben Profiboxer hier gehabt, so wie Muhammad Ali, mehrere Schauspieler und so ganz viele Fußballspieler aus Hamburg, von HSV zum Beispiel, sind auch sehr gerne bei uns. Ja, und dann alles, wir machen das Beste daraus von unserem Restaurant Palazzo. U rikthyem, këtu jam bashkë me bujarin, pasi ndoqëm edhe materialin e realizuar në Gjermani. Bujar, qështu do kështu? Mirë është, shumë bukur, kështu në vetëm suksese. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Gjithashtu, mos harroj t'ju tregoj edhe sot që ne në Gjermani kemi kalu shumë mirë edhe fal bujarit që na ka qëndru kështu afër gjatë krejt kohës. Bujar, çka kemi përgatitur sot? Sot e kam një pasta mbushur me asparagje, edhe është një lloj djathë ricota, po këto t'i bëjmë sot me frutat e molit. Diçka e re. Diçka e re, ma ndryshe. Ma ndryshe se sa normaliteti i pastës. Okej, mezi po pres me pa në fund rezultatin. Ju thash ma herët që Fejza ka sjell sot një mysafir me vete këtu në studion e Pasion Profesion. Hi, welcome.
Përshëndetje. Përshëndetje Fejz. Sot e kena bërë një surprizë të vogël për juve. Po, faleminderit shumë. Ka marrë shefin ton sushi të noja që kemi. Kjo është Renante Kamba. Renante vjen nga Filipinet. Ka pak problem gjuhën angleze, po mundohet me maksimumin e vet. Renante na ka punu në Dubai, na ka punu pak si Singapore. Tash është fat për neve që kemi në mesin ton në Kosovë, që mundohet me prazizin e vet me na bë maksimumin. Do you like Kosovo? Yes. Okej. Po i pëlqen Kosova me rëndësi është Është pak i ajo. turpshëm, gjithë që më se ngusni shumë. Okej, s'ka problem. Do të thotë sot do kemi sushi. Po, sot e kemi dy lloje të sushit. Kena një Dynamite roll edhe Coral roll. Do kemi sot diçka pra pak më ndryshe në studion e Pasion e Profesion, sepse nuk kemi pas sushi deri tash Po, këto këtu i javë. kemi edhe 25 rolla të ri që i kemi prezantuar me menun ton të re të noja, që ato jetë goxha si mirë. Edhe kena mendu pak me apo në farë marketingit vogël. E mezi po pres se edhe unë mu pëlqen shumë sushi, kështu që po e pres përfundimin. Ju duhen produkte tek këndi ETC-s. Bujar mundesh me ardh edhe me i marrë produktet. Pra, si gjithmonë, të gjitha produktet për recetat në Pasion e Profesion i marrim tek ETC-ja, por gjithashtu edhe në për shtëpit tona, gjithmonë të gjitha produktet i marrim tek ETC-ja, sepse janë edhe me çmime shumë të vëlletshme. A do me ndimu diçka Bujar? Faleminderit. Rani. Faleminderit, që po ndihmoj? Jo, Okej. faleminderit shumë. Unë mi me shkuandi. Hajde, ka të thushtit. Unë e një sous chef sot. O, është në keti. Ta lo këtu, a duhet atje? Okej. Me qka kime fillu, me qka kime startu? Sot do të startojmë me frutat e molit, Okej. të cilat, kur t'i bëmë, po e kemi një kontrast që frutat e molit kanë me morën sot djeks, Okej. po, kanë me morën krype o biber, dhe kanë me morën pagës mjalt. Plus, pasi pasta që është e mbushur me asparagji edhe ricota, do të mormi edhe asparagji fresko. Kështu që është një pastë që Pak e çuditshme po mdohet që kjo. është shumë e çuditshme me spec djeks, është diçka. Këtë e mirë, është po që ki speci djeks diçka. A ju kishe thonë shikuesve me provu në shtëpi? Po, si që dhe mundet me prezu, është një recept që nuk kushton shumë, përveç se spaghetti në Kosovë janë pakës më shtrenjtë, po këto mundën me bëllë edhe pas, vetëm kontrasti për shembull është i djeksit edhe janë Jam bëjësinës. di, po. Kështu që besoj që kam ju pëlqyer. Edhe pse kohët e fundit ka fillu shumë ushqime me u bë kështu kombinim. Po ushqimi është art. Më kon kuzhinier, do të më kon një artist i kuzhinës, kështu që njëri do të më prevue, nga njerë janë nisë një fotografi me bon artisti që është piktor, janë nisë keq, po i del shumë mirë. E kështu që edhe këtune, dush me ditën për shembull vetëm fundamentin. Po. Edhe tjerat gjëra mundesh me përzip me çka të me lujtën Do me thonë edhe kjo recetë është e imja po. e jotja. Bujar Bela e ka vullen, apo? Po e shoh edhe Fejzën, çka po bojnë? Qysh po përgatitet, se unë jem shumë interesume me unë me bo sushi. Kemi marrë gjithë produkti që na vyn. Edhe për dy rolla që i kemi një Dynamite roll dhe kena një Coral roll që i kanë emrat. Ne mundu mi bë dy ndryshime në mbushin e tyre. Njëra është me tartar toni, kurse tjetra është me tartar salmoni. Kjo Coral rolli e ka tuna tartarin, i ka edhe dardh, e ka brenda, domethënë edhe është me një salsë spicy mayo që është. Me zë pres me i provu pra gjitha, dy pjatat, por shikues të dashur për të risa Bujari dhe Fejza, si gjithmonë bën gati për me i përgatit pjatat. Ne po shkëputemi për një blok të marketingut, qëndroni me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak këtu në studio.
Bujar, veç që pas ke përfundu pjatën, gjithashtu edhe sushi tek Fejza është i përfundum. Po du me të pytë se qysh ke kalu këto 4 javë në pasion e profesion. Sepse sot është edhe epizodi i fundit bashkë. Faleminderit pike parë për ftesën. Unë kum kalu shumë mirë, një eksperiencë tash edhe në Kosovë. Një mendim me da prej Gjermanisë, me për në Kosovë, ose anasjel tas me mërë dishka. Unë është dishka për shemë që unë jam një mirë, tek jo dhe ju faleminderit për zemësisht. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë dhe e ke nda një pjesë të kohës tënde me marrë këto dhe me na sjell ushqime kaq të shishme dhe receta shumë interesante me të vërtetë sepse më herët nuk i kemi pa këto, kështu që janë recetat tua bujar bela, të vullosura ashtu dhe që na ke sjell këtu në studion e Pasion e Profesion pa asnjë sekret. Jo, është diçka që mundin me botë e shtëpia, për që ata mi tregu gjithve, është po njeri mundet thashe edhe më herët, është artë, kuzhina është artë, kështu që mos nguroni për shembull, jo se botë e mirë, jo se një herë banket, 10 herë ban mirë, ku është problemi, kështu që faleminderit shumë. Ka qenë vërtet kënaqësi ju pas këto javë këtu në Pasion e Profesion. faleminderit gjithashtu. Fejs, jeni gati apo jo? Po jemi gati. Kena përfunduar 2 rollsat tonë, Ante ka bo matë mirën e vetë. Nëse që ju e kam jo pëlqy. Chopsticks? Jo, kena arrua prapsat kena arru mja për chopstickat. S'ka problem. S'ka problem, sepse jemi mësu gjithmonë mi pa sushin me chopsticks, po na sot e hajmë ndryshe, kështu që s'ka problem. Na falni shumë. Fejs, të pyesë edhe ty tash, ka qenë vërtet kënaqësi e madhe me ju pas që 4 javë këtu në studion e Pasion e Profesion. Si ke kalu, si të kanë shku këto? Faleminderit shumë. Këto janë konë një javë shumë të mira për mu. Edhe për restorantin tonë që ne kemi po si ftesë për marrë për me po demonstru si menun e re që kena fut. Faleminderit shumë për ftesën. Edhe për mu personalisht e vlerësoj shumë si ftesë që unë kom me një panel të njëjtë me zotërin Bujar. Se ne vlerësojmë shumë për bizniset e veta, edhe për profesionalizmin e vetë, edhe për si njeri humanist i madhën që është Gjermani. Faleminderit shumë edhe njerë, thank you. E shikojës dashur, ne po shkëputemi për bllokun e 2 të marketingut, qëndroni me ne sepse vetëm pas pak do i provojmë këto pjata këtu në Pasion e Profesion. U rikthyem pas bllokut të 2 të marketingut këtu në studion e Pasion e Profesion e po du me ju tregu diçka. Po besoj që tashmë e keni zbulu edhe jo që Vegeta ka ardhur me një paketim të ri. Pra prej kësaj jemi me këtë paketim, por që është shija e njëjtë gjithmonë, një super shije e cila zbën me mungu në për shtëpitë e juaj, në për tryezat e juaja. Mos harroni, paketimi ndryshe, po shija e njëjtë. Kështu që kur doni me shku me ble, e dini që është paketimi i ri. Tash po shkoj te mysafiri on, i kësaj jave, që është prap Labi. Nuk ka nevojë për prezantim, Labi. Labi, faleminderit shumë që ke gjetë kohë dhe kjo ardhe dhe sot. Për ftesën. Është kënaqësi shumë e madhe me të pas këtu. Labi, a pritove më sot? Jo, heq. Heq, sidomos Po shpresoj që mas kamerave ma bën jo spritova. jo, për në me, jo, prap. Mësafir që i ki, unë më veç mëj me liftu edhe më veç mëjna me shiu bashkë, edhe nuk ka vend tash prap për kritika. Hale pa i popi ata, i poshtu pregadit, që që... është vërtet kënaqësi e madhe, kështu kur i pyes mysafirët a pritut me ardh, veç e ndjeni kënaqësi që thonë njos kemi pritu edhe kanë ardhur me shumë qef. Me shumë qef. Jemi këtu tek pjesa e Premium Bakery, mos harroj t'ju tregoj, para se me iftu edhe Bujarin bashkë me Fejzën me i sjell ushqimet, pjatat e tyre, që tek Premium Bakery mundeni me gjetë gjithçka. Mundeni me gjetë nga kiflet, mantia, bukët më të mira, më të shishme, me çmime shumë të vëlidhshme, por që i gjeni edhe gati në çdo lagje, kështu që nxitoni edhe merrni produktet që ju pëlqejnë, edhe shijojni ato në maksimum. Tash apo i fton ti? Po ta alo ty këtë pjesë. Të du t'jenë mësafirë, kështu që... Po i ftojmë bashkë, Bujarin dhe Fejzën. Dhe Fejzën me mësafirin. Me mësafirin e ti. Po. Që është vërtet kënaqësi shumë e madhe me i pas këto. Sushi, sot kemi sushi. Por gjithashtu Ko gjatë trendi është adin, sidomos që dekadën e fundit, sot na pas ka vo. Bella. Sa pjatat.
A gjuna me pru, a gjuna me prishkët pararte. Po duken, e vërtet është pak e vështirë me i prish këto. Apo na tregoni pak, po fillojmë ndoshta me Fejzën se sushi është diçka që nuk e bojmë në shpesh shumë, nuk e përgatisim në shpesh shumë. Atëherë tu i kemi dy lloje të sushit. Të dyja janë modeli maki, se ne kemi sashimi, nigiri, maki, tamaki dhe këtu janë vetëm maki, domethënë dy llojet më të thjeshta. E kena njërin e kena me salmon tartar, me salmon të djegur sipër, kurse tjetra është me tuna tartar. Okej, faleminderit I shumë. boft mirë. Kujar? Këtu e kemi një pasta të mbushur me asparagji, edhe rikota, po njëkohësisht kemi këtë kontrastin e kësajna e kemi me frutat e malit. Plus, ajo nuk ka mjaftue, po edhe speci djeks. Që e banë një ndryshim të kontrastit, mi mbledh të trijat bashk, njëri mendon pagës ma larkë, të s'mundet më bo, po kështu që si cila e ka atë pjesën e vetë që e për shemën shien edhe parmezanin në fund. Po, unë i thash ma herët bujarit, thash pak e çuditshme, pak interesant. Edhe Që unë ka nga pak? tu pregadit i thash njëtën punë, e thash me një pjatë, një pas 2-3 shijes, jo 2-3 shijes, edhe me menu mirë për klientin, qaj që s'ka vakt edhe me jongër, me një venë edhe me ecë, në për takimet në tjerë. I kryin 3 menu. Gjermania që shtë e ka. Ja, kontorja në ata. Gjermania që shtë e ka. Ljab, urna. A mojnë me tja për parësim. Fillo, po t'ja, po, je i ftum. Për Fillo, provoj. faleminderit. Ja nisim është sushi, atërë po shkoj me peron. Po masi se kena kushtet. Po, kjo kja me tunë, apo? Po. Është me tuna tartar. Po, okej. Lumë shindurt. Nuk e di i Filipinës nësë s'ka bëjt. Po, i Filipinës. Nuk e di në asni mikë se këmë pas atje mi thona e fjallë diçka, po... Kupton. How do you say thank Very you? good. Thank you in Filipine. In Filip... Salamat. Salamat. Selamat. E Po ka shtirë, po e po. Salamat. Selamat. Salamat po. Kjo ke me salmon, apo? Po me salmon djegur sipër është. Atëherë po shkojmë me gjysën. Tu e prit labi na për komente. Që këtu nuk ka, si të mos shia unë thash më herët, bojarin shef kuzhinës shumë i vjetër, tash edhe pronar, dhe biznesmen shumë i suksesshëm, po ashtu edhe nënt majt kuzhinia të juroj që këto gjatë që i keni edhe bizniset ju edhe Faleminderit. që shijojnë specialitetet ndryshme, nuk ka, shien nuk ka vend shumë për këtë. Mundet të zimja edhe kështu me pas, atë shia është, gjithmonë ka hapësirë, si çdo biznes ka hapësirë, me të regu çdo njani, të regu veten. Unë e big fan për salmonit kjo, mas emisionit maruni. Ta epi me veti. Unë është marrë dhe me ongërët e në nësë. Po problem. E kisa që të... Manderit. Faleminderit. Po, përzisë. E lash sushin në tortën. Në tërtën, a, jo, po. E lash sepse shihet, adin, llojshmëriat që i bën ti, kam qef me shiju këto magat, pjanisë për. Shumë qëshme. Po më dhimet me prish. Aje me prish. dorë ma let. A mu i me gjetë një ma të vogël. Që kjo ma vule që e para qatë. Nejtë pagës, po... Po e marrë që shto. Që ashtu me. Sushi. Grande bojarë. Faleminderit. Sinqerisht, për gëzoj për këtu është. Jem shumë fatlum që jem këtu sot mi provu. Faleminderit. Karshi juve, adin se... A na përkasin me unë për sushi me dorë? Jo, ma mirë me dorë se me piron. Si cilë njeri ka nevoj me mësu. Unë pse i baj këto, në apet kam nevojë, gjithmonë mes për por. Unë e thash, i kom hek këto kozhinën për vetë, jëm dojnë salve që jëm... është plumt. Faleminderit. Plumt po janë. Këto shije mujna me gjithë qatu për qatu, a i kinë menimi që zëhat. Po, unë e mbaj në menyu në kartës të restoranit, çdo 2 muaj ndroj. Apo? Po.
kështu që në çdo 2 muaj. I fokusu ma shumë të pastat nëse E s'ka. pastat jam më shumë i fokusuar. Pe pica s'kemi shka me ndryshu për shembull. Po. Okej, ka njëra qas një picë për shembull bar me çokoladë ose me Ose naj përim po na sezonal. diçka sezonale, diçka ato sezonale ndromi. Po unë Duket ma mur punën labi qëso. Fal. As keni bu mua bet ma herët atë qka. s'na ka ra. S'na ka ra. Shkoj unë kjo më vesh të përruaj. Po më duket ma mur punën unë, qëta s'di. Adaptu na shpejt. Ajo është e mira. Bujar, Fejz, faleminderit shumë që keni arë këto 4 javë. Thank you so much. Ishte vërtet në asimi u pas këtu dhe me na tregu më shumë rreth ushqimit dhe rreth ushqimit mirë të shishëm. Faleminderit shumë edhe një herë. Dhe të shumë e pijuar për ftesën. Rabi, faleminderit shumë. Shpresoj që je kënaqur edhe ti. Shumë. Mësafirt, juve, gjithçka ke perfekt. E ne po vazhdojmë pra me e ndjek materialin, recetën e artës dhe rikthehemi përsëri këtu në studio. Përshëndetje, edhe një edicion tjetër në Pasion dhe Profesion me mua. Në këtë edicion do e përgatisim së bashku tortën Gruaja Dembeli. Përbërësit janë këto: biskota me portokall, biskota të bluar, jogurt, frutash dhe fruta të kuqe. Kjo tortë është shumë e lehtë, pa pjekje dhe nuk përmban as sheqer, as yndyrna. Po fillojmë me përgatitjen. Së pari, biskotat i ndajmë në 4 thash. Gjithë përbërësit i vendosim në një gastronom. Me që biskotat u coptuan këtë formë, atëre shtojmë edhe biskotat e bluar, jo të gjitha, sepse nuk e dim sa lagështi na jep jogurti i frutave ose kosi i frutave. E shohim që ka mjaftueshëm lagështi dhe në këtë rast i shtojmë përsëri biskotat e bluar. Me që kemi arritur ta bëjmë një lloj brumi, e zgjedhim enën në të cilën dëshirojmë dhe ja japim formën sipas dëshirës, mundeni të gjatë ose të humbullakët, kështu si që po e bëjmë ne sot. I kemi frutat gjithmonë të kuqe, të buta. Kjo tortë nuk shkon me fruta të forta, si molla, dardha, pjeshka e tjerë, do të jenë frutat kështu. E dekorojmë me panën ose shlagun pluhur të podravkës. Kemi thënë që janë produkte cilësore dhe normalisht e plotësojnë pasqyrën tonë. Pluhuri tretet ose montohet me gjumësht për të fituar një krem shumë të shijshëm, adekuat për tortat tona. Ja, shifni si është kremi, cilësor, ngjyrë e bukur dhe këtu ka erën cilën unë po ja ndi, shumë mirë, kur ne do ta dekorojmë dhe t'japim shije më delikate tortës me titull
gruaja Dembeli. Pra miq, torta është përfundu dhe gjithashtu ka një dekor të lezetshëm. Tani po e presim dhe të shohim se. Shikues të dashur, këtu po përfundon pra edhe muaji gjerman në Pasion e Profesion. Shpresoj që jeni ndarë të kënaqur dhe shpresoj që keni mësu shumë rreth ushqimit. Ne do fillojmë me një muaj tjetër me një herë javën e ardhshme. Përqendroni me ne, na ndisni edhe javën e ardhshme për të zbuluar se cili shtet na pret. Unë doa të falenderoj Podravkën si gjithmonë, e cila mundson realizimin e emisionit Pasion e Profesion, por gjithashtu edhe të gjithë ekipën. Falenderoj shumë Bujar Bela dhe Fejzi Zejnullahu, gjithashtu edhe të gjithë ekipën e Base Agency Klan Kosova. Andin dhe Artën, pa tjetër. Ne shihemi përsëri javën e ardhshme. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Podravka.